Përshëndetje dhe mirë se erdhën në episodin e 7 të The Door Dolets Podcast. Kësaj radhe jemi me të ftuarën time të 7, Rea Nepravishtën. Rea, përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që je këtu. Në këtë muaj të fundit të 2020-s, afër Krishtlindjeve, edhe jam shumë e lumtur që do flasim pak për kontributin tënd në aktivizmin mjedisor, po edhe ju prej shumë vitesh tashmë jeni aktiviste e drejtave të njerëzit, drejtave të grave, e në përgjithësi një kështu carer e shoqërisë civile në Shqipëri. Rea ti për domethënë rreth një vit e gjysmë punon si përfaqësuese e WWF-it, që mos ta ngatroj, e ka ndryshuar emrin dhe quhet World Wide Fund for Nature. Po. Yes. Okej, Rea, shkurtimisht, ne e njohim WWF-in prej sistemës së pandës, por gjithashtu e dim edhe që është organizatë ndërkombëtare mjedisore e cila punon prej pak kohësh në Shqipëri. Shkurtimisht, nëse mund të tregosh për punën që WWF bën, edhe me çfarë po merreni kohët e fundit. Po, faleminderit. Atëherë, WWF në fakt ka qenë prezent her pas here gjatë viteve në Shqipëri. Aktualisht unë jam duke u marrë me programin e ujërave të ëmbla, Fresh Water, i cili synon mbrojtjen e lumenjve kundër ndërtimit të heceve në Shqipëri. Programi ka dy qëllime kryesore. Qëllimi i parë është të merret me subvencionet të cilat marrin hecet e vogla në Shqipëri, pra tarifat subvencionuese të cilat i kushtojnë jashtëzakonisht shumë taksapaguesve shqiptar dhe shkojnë në dëm të lumenjve, sepse favorizojnë dhe promovojnë ndërtimin e heceve të vogla, të cilat në Shqipëri kanë sjellë shkatrimin e habitateve, ekosistemeve dhe të lumenjve tanë, dhe gjithashtu dhe një sër ndikimesh të tjera negative, sidomos për komunitetet lokale. Pra, qëllimi kryesor i WWF-it në programin Fresh Water është ai heqjes së këtyre tarifave subvencionuese në mënyrë që mos jetë më kaq tërheqëse për investitorët privat ndërtimi i heceve dhe të ndaloj një herë mirë. Dhe sigurisht një tjetër qëllim i jon është që të mbështesim komunitetet lokale në luftën e tyre kundër ndërtimit të këtyre heceve, për të bërë që zëri i tyre të dëgjohet më shumë dhe për të ndërgjegjësuar njerëzit për efektin negativ që sjellin pikërisht këto investime, dhe për faktin që ka ardhur momenti të themi mjaft këtyre mostrave që po shkatrojnë natyrën shqiptare dhe të shohim drejt burimeve të energjisë rinovueshme të një lloji tjetër që janë më pak të dëmshme për mjedisin, siç është ajo diellore për shembull. Super. Rea, ti mos u mërzit, unë jam komplet e vëmendshme, thjesht duhet të sigurohem që kësaj radhe të regjistrohet mirë zëri. Për të gjithë ata që na ndjekin kësaj radhe, duhet thënë që neve këtë regjistrim e kemi bërë përpara një jave me Rea, dhe për shkak të një incidenti teknik jemi këtu prap edhe po regjistrojmë sërish këtë podcast. Në fakt ne u kënaqëm shumë herën e parë, kështu që po të duash mund ta bëjmë edhe për një herë të tretë, se unë prap do kënaqem duke folur. Të falenderoj shumë. Mendoj që kur gjëja funksionon, kënaqesh çdo herë. Po, kështu që mund ta regjistrojmë prapë po të duash. Faleminderit, Rea. Mirë, gjatë tetorit 2020, WWF, po edhe juve si përfaqësuese lokale për Shqipërinë, i keni përgatitur dhe i keni nisur qeverisë shqiptare një letër, në të cilin ju e lidhni shkatrimin e ekosistemit me shpërthimin e drejt për drejt të sëmundjeve zoonike, siç është edhe COVID-19. Edhe po citoj, sipas raportit të Planetit të Gjallë të 2020-s, theksohet se si ekosistemet, pra degradimi i ekosistemeve kontribuon në shpërthimin e këtyre sëmundjeve. Dhe përfshir edhe dëmin që shkaktohet nga shkatrimi i habitateve
nga ndërtimi i heceve. Dhe ju gjithashtu thoni tarifa e shtrenjtë që qytetarët shqiptar po paguajnë për tarifat koncesionare mund të transferohet në mbështetje të ekonomisë së prisht të goditur nga pandemia globale. Ju e keni nisur këtë letër, sigurisht duke bashkangjitur edhe studimin tuaj të fundit për ndikimin e heceve. A keni marrë ndonjë përgjigje nga qeveria shqiptare? Jo, nuk kemi marrë përgjigje. Letra i është nisur Ministrisë Energjetikës dhe Infrastrukturës, për dieni edhe Ministrisë së Mjedisit dhe Turizmit. Siç ju e përmendët, letra konsiston në pikat kryesore që janë këto. Domethënë i referohet studimit mbar botror që del një herë në 2 vjet nga WWF në nivel ndërkombëtar. Ka dalë në shtator të 2020-s dhe ky raport pikërisht ka bërë shumë bujë, sepse pikërisht ka lidhur shpërthimin e këtyre sëmundjeve si COVID-19 me degradimin e habitateve. Pra, me pak fjalë, ajo që ne po na ndodh sot me pandeminë është diçka vjen si pasojë e shkatrimit të natyrës dhe të mjedisit. Duhet të lutem thuaj edhe një herë se nuk është e qartë kam përshtypjen njerëzit se sa e rëndësishme është ruajtja e mjedisit dhe pse po ndodh kjo që po ndodh. Mund ta përsërisësh edhe një herë të lutem? Po. Atëherë, edhe një herë, se nuk dua të bëjmë shumë teknike, se nuk është ky qëllimi, por raporti është një raport shumë i gjerë edhe i shtërrues në lidhje me këtë. Dhe në 2020-ën ka qenë jashtëzakonisht, ka bërë një bujë të jashtëzakonshme në të gjitha nivelet e popullatës botërore, për shkak sepse pikërisht ka gjetur një lidhje shkaksore midis degradimit të mjedisit dhe shpërthimin e sëmundjeve zoonotike siç është COVID-19. Që do të thotë që duke shkatruar planetin, duke shkatruar natyrën, mjedisin, ne jemi duke i sjell fundin vetes tonë. Kaq, domethënë shumë thjesht. Pra, dhe unë kam thënë dhe e them gjithmonë që nuk bëhet fjalë më për të qenë mjedisor, për të qenë miqësor me mjedisin, sepse ti je mjedisor është cool, nuk është më kaq, bëhet fjalë për një çështje mbijetese. Pra, do mbijetojmë apo do shkatrohemi dhe njerëzimi do zhduket. Kjo është sot pyetja që ne duhet i bëjmë vetes. Besoj që është shumë një pyetje bazike dhe thelbësore për mënyrën se si ne duam ta ndërtojmë jetën tonë mbi planet. Mos harrojmë që ne vim nga natyra dhe shkojmë në natyrë, pra jemi dhe kafsh homo sapiens. Mos harrojmë edhe që në qoftë se ne do ta shkatrojmë, në fakt ne do të shkatrojmë njerëzimin, do shkatrojmë veten tonë, sepse natyra do të vazhdojë të ekzistojë dhe të ripërtërihet, sepse natyra është shkatruar dhe është ripërtërir përsëri gjatë miliona viteve. Kështu që ajo që po bëjmë në fakt është edhe një lloj budallëku shumë i madh, sepse ne po shkatrojmë veten tonë, por me natyrën gjithsesi ne nuk kapemi dot, sepse natyra do të ripërtërihet. Ne thjesht do të vdesim ne si njerëz. Kështu që më qartë se kaq nuk di se si mund të thuhet, domethënë. Po mirë, për qeverinë shqiptare ose për neve si shoqëri e cila vjen në sistemin demokratik ose kapitalist me diku të 20-30 vjet vonesë, no? Domethënë, kur ne ju hapëm botës, ne ishim një natyrë, po themi, nuk mund të them e virgjër, por mund të them se sigurisht to praktikat e mbjelljes së duhanit që e dëmtojnë tokën kanë ekzistuar edhe gjatë komunizmit ose gjatë diktaturës në Shqipëri, por në një farë pike zhvillimi infrastrukturor, teknologjik, kapitalizmi në vetvete nuk është se ishte këtu edhe i zhvilluar fort. Pra, në një farë pike Shqipëria vjen me një lloj disavantazhi që mund të përdoret si avantazh në sensin e krijimit të një ekonomie të qëndrueshme dhe një zhvillimi të qëndrueshëm qoftë mjedisor po edhe shoqëror. Domethënë, si e mendon ti këtë moment tonin politik, se për 5 muaj kemi zgjedhjet vendore, a mendon se mund të përdoret ky lloj disavantazhi, po themi jashtë Tiranës, sepse tashmë Tirana është ndërtuar në një formë të tillë kaosi. A mund të përdoret nga qeveria shqiptare ose nga qytetarët shqiptarë kjo lloj prapambetjeje ekonomike dhe zhvillimi për të mësuar disa gabime që vendet e tjera kanë bërë dhe për të krijuar një mënyrë jetese që është po që është
eco-friendly edhe që implementon mësime të mësuara nga gabimet e vendeve tjera. Dhe nëse ekziston vullneti, domethënë nëse ekziston ndërgjegjja a ka vullnet, a sheti vullnet nga qeveria shqiptare, qoftë edhe për 5 ose 10 vjetët e ardhshme për të krijuar një strategji për këtë koncept? Pyetje shumë e drejtë në fakt, sepse është e vërtetë ajo që në 90-ën Shqipëria ishte një vend për shumë arsye që nuk po i analizojmë këtu, por për shumë arsye në kuptimin mjedisor dhe në kuptimin e natyrës ishte vërtet e virgjër. Këtë e dim shumë mirë, domethënë, të gjithë ne. Që do të thotë kjo na ka dhënë në krahasim me vendet e tjera europiane të zhvilluara, të cilët kanë shfrytzuar natyrën shumë përpara nesh, me ritme shumë të mëdha, sepse sigurisht edhe kanë fituar progresin, në thonjza, përpara nesh, ne gjendeshim në një pikën zero. Pra akoma e kishim mjedisin natyror të ruajtur, të mbrojtur. Edhe kjo ishte një avantazh. Në 30 vjet është, le të themi, është humbur goxha nga ky avantazh, sepse edhe ne kemi shfrytzuar në mënyrë goxha të egër burimet tona natyrore. Ujore kryesisht? Ku është shfrytzuar? Patjetër ujore, minierat, tash ti mos ti marr me radhë të gjitha teritoret tona, burimet e ndryshme, burimet natyrore që ka Shqipëria, dhe uji është një fakt nga burimet kryesore që ne kemi pasur, që ne kemi. Dhe sigurisht që edhe strategjia që është përdorur edhe për shfrytëzimin e burimeve ujore ka qenë e gabuar, sepse me ndërtimin, për shembull, edhe duke vazhduar ti shfrytëzojmë deri diku burimet ujore, mund të ishte bërë në mënyrë më inteligjente. Pra, të mos ndërtoheshin qindra hece të vegjël, të cilët japin shumë pak energji dhe ndërkohë sjellin shkatrim, po të ndërtoheshin pak hece të mëdhenj në zona të mirë studiuara, ku nuk krijonin aq shumë dëm në mjedis, dhe ndërkohë na sillnin mbrapsht një sasi më të madhe energjie. Pra, nëse gjërat do të bëheshin siç duhet, mund të gjithsesi të bëheshin zgjedhje pak më të mira. Sigurisht ndërtimi i heceve të vogla edhe në një sasi të madhe është bërë për arsye përfitimi. Nuk është bërë për arsye si ti përdorim sa më mirë burimet tona ujore, që i kemi në fakt që është një fat shumë i madh që i kemi nga natyra. Kjo është e jashtëzakonshme. Pra, pyetja që ju shtruat është nëse ne jemi akoma në kohë për të ruajtur akoma këto burime natyrore, të cilat nuk i kemi shfrytzuar aq shumë, jemi akoma në kohë për të shpëtuar disa gjëra. Jemi akoma në kohë për të shpëtuar disa gjëra shumë të vogla, po e marr në kuptimin optimist, po, sepse nëse flas në mënyrë pesimiste, nuk ka asnjë lloj drite, por akoma mund të shpëtohet ndonjë gjë. Për shembull, me që jemi te lumejt, ne kemi vjosën që është lumi i fundit i egër në Europë, i cili nuk ka asnjë hec të ndërtuar akoma, të paktën në territorin shqiptar. Dhe këtë fakt nuk e ka asnjë lume europian, sepse lumenjtë europian tashmë janë të shndruar në kanale, sepse janë shfrytzuar deri në pikën e fundit. Janë shfrytzuar dhe për shumë gjëra, për arsye ekonomike, sigurisht, hece apo edhe për arsye të tjera. Ndërkohë që ne i kemi akoma. Atëherë pse mos ta ruajmë derisa e kemi? Pse mos mësojmë nga degradimi i shteteve të tjera dhe ne, me që jemi në kohë të arrim ti ruajmë dhe këto habitate dhe këto pasuri që akoma na kanë ngelur? Unë do të thoja kjo është një mesazh edhe për vendimarrësit, edhe unë nuk e di se çfarë do ndodhi në 5 apo 10 vitet e ardhshme, pra nuk e di nëse ne do të shkatrojmë dhe ato 2-3 gjëra të fundit që na kanë mbetur, po uroj vërtet që të kuptohet kjo gjë edhe të mësohet edhe nga gabimet e tjerëve, pse jo. Kush janë shokët e komuniteteve të rrezikuara nga hecet? Përveç Shokët? Kush janë miqt e këtyre komuniteteve që janë të rrezikuara? Gjykatat nuk janë. Janë organizatat e shoqërisë civile, janë aktivistët mjedisor, nuk është qeveria sipas meje. Sot kur për shembull në zallë Gjoçaj që po bëhet gërmimet për hecin. Këta individ të këtyre komuniteteve në rrezik, kë kanë shok në shoqërinë shqiptare? A na kanë shok ne?
si të rinj që jetojmë në kryeqytet, shumica të pa interesuar për proceset mjedisore. Domethënë ku trokasin këta njerëz për ndihmë? Është vërtet. Në fakt hapësirat e lira në Shqipëri janë të pakta. Njerëzit e kanë vështirë shumë herë që ta bëjnë zërin e tyre të dëgjohet. Ekzistojnë grupe njerëzish të rinj, aktivistësh të cilët vazhdojnë të ngrejnë zërin gjithkohës. Ekzistojnë edhe media të vogla, të cilat janë të paprekura, të papërlyera dhe vazhdojnë që ta pasqyrojnë këtë zërin e vërtet të njerëzve. Edhe kur vjen nga zona shumë të thella, tek cilat nuk kanë mbetur më njeri edhe për të folur, janë shumë pak njerëz që kanë mbetur, edhe kjo është një nga gjërat që jep trishtim në fakt në Shqipëri. Dhe unë mendoj që ka hapësira të tilla, të lira. Kur them hapësira të lira, e kam fjalën jo ato hapësira që e ripërdorin pushtetin për të shkuar kundra rrymës dhe pastaj kur e marrin pushtetin bëjnë po të njëjtën gjë. Nuk futen këto lloj tendencash te kjo që unë po them. Kur them të hapësira të lira, janë hapësira të cilat funksionojnë me rregulla komplet ndryshe nga ato të pushtetit, qoftë pushteti opozitar apo pushteti pozitar, majorancë, domethënë. Kam fjalën për diçka tjetër. Dhe po ka mbështetje, po do duhet të kishte akoma më shumë, edhe nuk është asnjëherë mjaftueshëm, duke qenë që ky aparat i madh i polarizuar i dy pushteteve që thjesht ndrojnë anën dhe ndrohen edhe zën karriget e njëri tjetrit her pas here, po janë të njëjtit, edhe unë do doja shumë që ky lloj kjo lloj klike, kjo lloj sistemi që rri mbi kokat tona të sulmohej her pas here nga këto hapësirat e lira të vogla që janë tek tuk. Edhe për shembull një nga këto hapësirat është edhe kjo që ke krijuar ti, domethënë. Mendoj që edhe kjo mundësia për të folur, për të qenë të lirshëm, kjo është edhe një hapësirë, domethënë për ta dhënë me një shembull konkret. Faleminderit. Ndoshta mund ta diskutojmë më vonë hapësirën e lirisë tonë. Ne do kemi mundësinë ta vendosim linkun në episodin që do nxjerrim në YouTube, do kemi mundësinë të vendosim linkun e studimit që WWF ka bërë për ndikimin e heceve të vogla në Shqipëri. 2 nga përfundimet kryesore që nxjerr studimi janë se sistemi ngritur i tarifave koncesionare dhe incentivave për prodhimin e hidroenergjisë në Shqipëri ka një justifikim të ulët socioekonomik. Kjo është një gjë që mund të kuptohet dhe mund të lexohet qartazi nga çfarë lloj niveli lexuesi. Pra që ndërtimi i heceve të vogla nuk ka justifikim ekonomik, ose më saktë ka justifikim të vogël ekonomik, duke e krahasuar me koston e madhe që komunitetet vuajnë për shkak të ndërtimit të heceve. Dhe e dyta, produsit prioritar të heceve nuk e kanë ndryshuar situatën e sigurisë energjetike kombëtare, e cila vazhdon të jetë e pasigurt dhe e varur nga brishtësia e ndryshimeve klimatike. Po. Çfarë ndodh me këtë studim? Ai është bërë me dieni i qeverisë shqiptare ky studim? Unë nuk besoj që kjo është herë e parë që ju mundoheni ta ngrini këtë kaos. Përse vazhdon, të paktën për 5 vjetësh që unë jam më ndërgjegjshme për mjedisin, ose kam një vesh në vëmendje për aktivitetin mjedisor, ky diskutim është bërë që atëherë. Përse akoma nuk ndodh që ky lloj studimi të merret parasysh në hartimin e strategjive të politikave të energjisë ose të ministrisë përkatëse. Çfarë po ndodh? Shiko, ajo që kemi bërë me hecet, për ta shpjeguar pak me fjalë më të thjeshta, është e tillë që ju e përmendet aty. Pra, është njësoj sikur për të përballur me urinë, njerëzit të fillonin dhe të mbillnin vetëm grur, okay? Të mbillnin masivisht vetëm grur. Çfarë ndodh? Vjen një insekt, e ha grurin, e shkatron gjithë të mbjellat me grur dhe ne ngelemi pa ngrënë. Pse? Sepse nuk e kemi diversifikuar atë burimet tona. Nuk kemi mbjell edhe grur, edhe oriz, edhe domate, edhe nuk e di, drithra të tjera.
Ajo ka ndodhur me ne, me hecet, pra neve energji, në mënyrën se si prodhojmë energji elektrike në Shqipëri e kemi mbështetur 100% tek uji. Në momentin që ne kemi thatësira të cilat vinë si rezultati ndryshimeve klimatike, ju e shifni nuk bie më shi, me pak fjalë, prej vitesh tashmë. Në 10 vjeçarin e fundit, vetëm 2018 ka qenë vit me shi, ku ne kemi prodhuar mjaftueshëm energji. Të gjithë vitet e tjera ne s'kemi prodhuar mjaftueshëm energji. Pra, neve jemi në gjithë vitet e tjera ne na është dashur ta blejmë energjinë nga jashtë, sepse nuk e prodhojmë dot së brendshmi me burimet ujore që kemi, sepse është thatësirë, nuk bie shi. Pra, në momentin që ne nuk kemi ujë, nuk kemi energji elektrike mjaftueshëm. Dhe çfarë duhet ishte bërë? Duhet ishte prej kohësh e kemi thënë dhe stërthënë dhe qeveria shqiptare është e ndërgjegjshme për këtë se e ka shkruar dhe në strategjitë e veta, në strategjitë e burimeve të rinovueshme, duhet ishte filluar diversifikimi, pra burime të tjera, jo vetëm uji. Kanë filluar më së fundmi 2 projekte të mëdha, janë lançuar të paktën 2 projekte të mëdha për energjinë diellore, por megjithatë që këto projekte fillojnë të prodhojnë energji dhe të fillojnë ta zëvendësojnë ujin, energjinë e ujit, do duhet prap shumë kohë dhe ne prap do jemi të varur nga ndryshimet klimatike, nga thatësira e tjera. Duhet ishte bërë shumë më përpara ky diversifikim, që po themi. Duhet ishte bërë shumë më përpara. Pati një moment në qeverinë e kaluar që ishte edhe kjo bumi i shpërthimi i heceve kontrata pafund që pastaj dhe u shit blen ndërmjet investitorëve. Ma kujton edhe këtë periudhën e ose të hapjes së kioskave në Tiranë ose të hapjes së universiteteve private. Eksakt. E njëjta gjë, edhe këtu shpërtheu heci, domethënë shpërtheu të lëshojmë hece. Dhe në vërtet ishte kështu në fakt. Edhe pastaj u bë dhe gati një lloj burse, sepse filluan të shisnin ata që i kishin blerë kontratën e parë, filluan të shisnin kontratës një investitori tjetër, ai e blente, domethënë një gjë skandal. Edhe duket qartë që kjo është bërë për përfitim, nuk është bërë për si do sigurojmë energjinë. Domethënë e ardhmja nuk janë hecet. E ardhmja nuk janë më hecet, po nuk kanë ngelur më as lum as përrua ku mund të ndërtosh hece. Pra është zhvatur çdo gjë. Është e kuptueshme që nuk janë hecet. Problemi është që duhet ishte menduar shumë më përpara për këtë. Edhe kujtohet edhe një shprehje qesharake që qarkullonte në atë kohë që ishte Shqipëria super fuqi energjetike. Qesharake Shqipëria nuk po mbulon dot nevojat e veta të brendshme për energji, përveç 2018-s që ra shi, jo më të bëhet super fuqi energjetike, domethënë absurditet. Po, Shqipëria ishte edhe në fjalët e të madhit, Shqipëria ishte edhe Zvicra e Ballkanit? Po. Domethënë ose Shqipëria flamuri më i bukur në botë. Mirë, okay. Atë dhe ja falim. Okej, janë të gjitha vlerësime subjektive të potencialit të vendor, po unë mendoj që kur flasim me superlativa për vendin ton, kur baza nuk është atje, dyshoj se kjo lloj politike është një politike një vendi të varfër, një vendi ballkanik, domethënë nëse ne vërtet kemi një ekonomi që funksionon, nuk i mësohet fëmijëve që flamuri i tyre është më i bukur se të tjerët, në sensin. Përqendrimi është tek vetja ime është në harmoni me natyrën dhe me të tjerët, po them. Okej. Nëse mësohemi me këtë filozofinë që jemi të vegjël, jemi të omël, jemi super energji, super fuqi, bota s'na kupton, kemi qenë të izoluar, our language është ashtu kështu, të gjitha të vërteta, po krijon edhe një lloj ndasie midis kulturës tonë si shqiptare dhe kulturës europiane ose botërore, pjesë e cilës ne deshëm jemi. Dhe të thuash të vërtetën, pra të thuash që ne nuk i mbulojmë dot nevojat tona energjetike, ose të thuash të flasësh në mënyrë autentike për realitetin social në Shqipëri, do duhet që të fëmijët i rritesh me një mendim kritik. Po, ashtu. Edhe ne jemi rritur të qenin të aktivist, ka ardhur me shumë kosto, të zbuluarit e një vërtetë të dhimbshme të asaj që na thuhet. Po. About kush jemi ne. Kështu që ndërbenj. Po. Domethënë të gjithë super heronj, të gjithë super nuk sa më shumë kalon koha aq më shumë nuk jam dakord me këto
polarizime të vërtetës. Domethënë në Shqipëri na mungon shumë me thënë që kemi shumë probleme, nuk po bëjmë punë, ekonomia s'është e mirë, po vuajmë çdo ditë probleme nga më të ndryshmet, kryesisht financiare. Dhe të thuash të vërtetën është realisht detyrim shoqëror. Por që të thuash të vërtetën do duhet ta kesh pas hapësirën që prej fillimit një komunitet duhet të ketë respekt për të vërtetën edhe ti lejoj të rinjve të eksplorojnë këtë me respekt. Ke shumë drejt. E shoh shumë absolutisht të që sapo the, e shoh shumë të lidhur me të shkuarën tonë diktatoriale. Tell me about it. Nuk e shoh shumë, nuk është aq e lidhur me pjesën e nacionalizmit në kuptimin, sepse nuk e kemi aq të zhvilluar ne fatmirësisht, saç mund ta kenë, se gjithmonë duhet parë në kuptimin relativ, saç mund ta kenë vendet tjera që kemi vërtet. Por e kemi të besoj të brendësuar nga shkuara diktatoriale, sepse dhe ne jemi një brez që jemi shumë të lidhur akoma në mënyrë të pandërgjegjshme me një trashëgimi diktatoriale, që do të thotë trashëgimia diktatoriale ka të bëjë me faktin që ne nuk pranojmë që një gjë nuk shkon. E kemi shumë të vështirë të përballemi me dhimbjen, të përballemi me faktin që gjëja nuk është ashtu siç duhet, po dhe mundohemi gjithkohë ta mshehim, ta mbulojmë, ta zbukurojmë, dhe na duket sikur po e mbrojmë në këtë formë, dhe po në fakt duke bërë këtë lloj mbrojtje ose këtë lloj hermetizimi të gjës që nuk shkon, ne thjesht kemi ngritur një mur. Dhe kjo në fakt është ajo që ndodhte gjatë diktaturës. Pra, gjatë diktaturës ndodhte që duhet të bënim sikur çdo gjë ishte në rregull, dhe të shtireshim të gjithë sikur çdo gjë ishte okay, sikur nuk ishte asnjë problem, edhe vetë dhimbjen, edhe vetë ngjarjet më të dhimbshme të jetës tonë duhet në një farë mënyrë t'i gëlltisnim dhe jo t'i përballnim, sepse duhet të vazhdonim dhe të shtireshim që çdo gjë ishte në rregull. Dhe mendoj që kjo ka sjell shpërthimin e madh të egërsisë, dhe të kësaj egërsisë që ne kemi akoma sot e shohim tek çdo njeri, tek gjithë kultura jonë patriarkale dhe që e ndjejmë sot në Shqipëri. Edhe kjo e ka rënjën aty. E ka rënjën tek diktatura. E diktatura nuk na vinte nga jashtë, nuk na detyroi njeri. Deri diku ishim të gjithë ne aty brenda. Edhe mendoj që kjo i ka shumë herë ka dy lloj reagimesh ndaj kësaj trashëgimie. Një reagim është hakmarrja totale, prerja e kokave totale ndaj kësaj trashëgimie, dhe duke bërë kështu përdoren të njëjta mjete të diktaturës për ta kundërshtuar diktaturën, dhe pra jemi prap në të njëjtin territor. Ka një tjetër përqasje që është ajo siç e përmenda e nostalgjisë gati ndaj diktaturës, sepse mos harrojmë që pjesë e diktaturës ishin prindrit tanë, ishin gjyshrit tanë, dhe nuk është e lehtë që të përballesh dhe të vrasësh simbolikisht brezin e shkuar, sepse do të thotë që të vrasësh njerëzit e tu më dashur. Dhe ajo që ne bëjmë shpeshherë që mundohemi pa dashje që ta mbrojmë atë pjesën e mirë që mund të kishte ajo periudhë, dhe harrojmë dhe në këtë formë ama nuk përballemi me dhimbjen e madhe që i ka shkaktuar ky sistem vetë prindërve tanë, vetë gjyshrave tanë, egërsinë e madhe përballë të cilëve i ka vënë jetët e tyre, përballë të cilës i ka vënë jetët e tyre, pra egërsinë e madhe. Dhe unë mendoj që asnjëra rruga tjetra nuk është ajo e duhura. Rruga e mirë për të përballur me këtë trashëgimi diktatoriale që ne kemi është përballja, është ta shohësh të vërtetën lakuriq ashtu siç është, edhe ta pranosh deri në fund. Edhe pse kjo dhëm shumë,
se dhëmb. Edhe ata nga ne që deri diku janë futur aty në atë lloj territori e dinë se sa shumë dhëmb. Por është vetëm një mënyrë pastaj për të çliruar. Është vetëm një mënyrë për të qenë të lirë, edhe duke qenë të lirë, edhe brezat do krijojnë atë që ti përmende çfarë, që mendimin kritik ose marrëdhënien me arbitraritetin, marrëdhënien me pushtetin, që të jetë një marrëdhënie e re, mos të jetë më ashtu siç është tani, siç e kemi akoma tani faktikisht. Edhe po, nuk e di, folja shumë. A ke ftohtë? Jo. Okej, unë kam pak, po shpresoj që ta kap diku atë pultin e kondicionerit, nëse jo hajra ndihmon, është right there. Ja, ti e ke përjetuar diktaturën kur, ke qenë shumë e vogël. Pra, në një farë forme, të rinjtë e moshës tënde kanë jetuar një pjesë të vogël të fëmijërisë në atë sistem, e pastaj e përballur me një tranzicion të gjatë, e tani më vonë në një hipermodernizim të Tiranës post Lali. Dhe është shumë interesante të pyes për përjetimet e tua. Ti jeton në Tiranë, sepse Tirana gjithsesi ngret qendra e aktivitetit ekonomik e social. Por gjithsesi zemra jote është në lumenj, është në natyrë, është në aty ku gjërat janë të vërteta, janë autentike. Dhe doja të pyesja pak për përjetimet e tua të Tiranës. Unë kam ardhur e vogël, po gjithsesi nuk, si më thënë, shtëpia ime, vendlindja ime është Gjirokastra, nuk është Tirana. Domethënë unë jam jabanxhie këtu si 80% e atyre që ju kena ardhur, me fjalë. Ti jo, ti ke qenë këtu. Si ka qenë për ty këto faza të zhvillimit të qytetit, po edhe po themi të psikes sociale. Çfarë ka ndryshuar për ty si tironse, me fjalë? Si ka ndryshuar për ty shtëpia jote? Okej, faleminderit për këtë pyetje. Në fakt, Tirana e 90-s ishte ajo Tirana që pasqyronte atë sistem i cili i donte njerëzit të gjithë një lloj. Është tjetër gjë barazia dhe është tjetër gjë të jesh imponim. Eksakt, imponimi i të qenit të gjithë një lloj. Barazia unë mendoj që është diçka që ne duhet ta kemi më shumë sot në sistemin ton. Por ai imponimi i të qenit të gjithë një lloj, të gjithë gri, ishte mendoj një dhunë e jashtëzakonshme dhe të tmerrshme që e kemi përjetuar të gjithë. Dhe në fakt edhe ajo Tiranë ishte e tillë, pra pallatet ishin të gjitha njësoj, me anë të tullën në gri, që t'jepte atë trishtimin e pafund, ishte çdo gjë njësoj edhe gri. Me ta zhvesh, mendoj, domethënë ndjej sikur ta zhvesh komplet sensualitetin e jetës, ose the playfulness, lojën. Po, ashtu ishte, në fakt ashtu ishte. Pastaj ishin vitet 90, unë kam një dashuri për vitet 90 që është zhvilluar gjithmonë më shumë tokët e fundit, sepse kam filluar ta rikthej në kujtesë. Edhe do ta them dhe pse. Sepse në vitet 90 pati një shpërthim të çdo gjëje që ekzistonte më përpara dhe që ishte e mbyllur. Edhe ky shpërthimi ishte duke i ndjehej te çdo kush, bashkë me shpërthimin e dhunës, mos ta harrojmë. Edhe këtë, por nuk do flas për atë, do flas për pjesën e bukur. Edhe njerëzit për çfarë të duash ti? Për çfarë të kesh nevojë? Edhe ishte bukur sepse njerëzit nuk edhe tek veshjet e tyre, te mënyra se si zgjidhnin, në mënyrën se si prezantoheshin, se si visheshin, se si lyheshin, se si flisnin, pati një shpërthim energjie, gëzimi, një filloi të thyeshin ato barrierat, ato kufizimet që ishin deri atëherë. Apo filloi ajo thyerje e madhe me diktaturën, pra me ato brezin
diktaturës, pra të rinj të filluan të kërkonin, të ishin ndryshe, të shpresonin për diçka të re, dhe kjo dukej tek çdo njeri, domethënë unë mbaj mend kam qenë e vogël, por i studioja njerëzit, studioja prindrit e mi, tezet e mia, mënyrën se ato ishin dhe ishte shumë frymëzuese në fakt. Edhe njerëzit ishin shumë autentik, domethënë, ishin më të vërtet, ishin tamam ai momenti i shpërthimit ku nuk e kontrollon më mënyrën e të qenit, por është shumë autentike. Edhe në fakt edhe qyteti e pësoi këtë lloj vale, domethënë filluan ngjyrat njerëz, si fillim, nuk ndërtoi më vetëm gri. Pastaj sigurisht kishte edhe ato pjesën e ndërtoi një cop këtu, një cop atje, një barake, vendos, domethënë në mënyrë komplet të pa organizuar. Në fillim e urrenim atë gjë sepse thoshin, pse u shkatrua, pse u prish kjo fusha, kjo lëndina para pallatit, pse na erdhën këta dhe na e bën kioskën aty, e nuk e shohim dot me sysh, se është pifur është Bërlanë, se është pifur është Skënderbej, po, është e vërtet, po si duket ishte e nevojshme dhe ai moment edhe pikërisht të shpërthimin e energjisë për cilin unë po flisja e përjetoi edhe qyteti me shpërthimin urbanistik të këtyre një gjatë, një shkurtër, një këtej, një pyk andej, një ngjyrë ndryshme, një barake bërë pa e menduar, pa pasur një plan, edhe ishte pjesë e të tërës edhe ajo. Tani që e shoh me distancën e dur, e kuptoj që ishte pjesë e të tërës. Pastaj, sigurisht 97-a me shpërthimin e asaj dhune aq të madhe, e ndërpreu atë hovin, edhe pastaj, si thua, hapi rrugën për vitet 2000, për vitet 2000 ku gjërat filluan të merrin një formë tjetër. Edhe sistemi kapitalist filloi të merrte fytyrën e tij, sepse në vitet 90 akoma ishte sigurisht diçka e ndërmjetme. Edhe sistemi kapitalist u formsua, filloi të merrte formë dhe filloi edhe ta rindikonte përsëri Shqipërinë edhe Tiranën. Dhe në fakt ajo që ndodhi është që unë mendoj që nëse gjatë komunizmit kishim atë rulin sheshues që sheshon edhe e bën çdo gjë njësoj, në 90-ën patëm shpërthimin, patëm të daljen e ngjyrave, edhe në mbas 2000-shit e avash 20 vitet e fundit, ky ruli sheshues u vendos përsëri, po tashmë nuk ishte më i detyruar si ky i diktaturës, por një rul sheshues i sjell nga kapitalizmi, pikërisht, dhe ky rul është vjet në moto nga ekonomia e tregut, nga konsumizmi, dhe nga gjitha format që promovon kultura konsumiste, kapitaliste e tanishme. Prandaj dhe e shoh me nostalgji ato vitet 90, sepse ishin një periudhë jastëk, le të themi, pra një periudhë ku ky ruli i mëparshëm u zhduk, dhe nuk ishte ardhur akoma ruli i dytë që i sheshoi njerëzit, dhe deri diku po i bën që të jenë të gjithë një lloj, më shumë të pabarabartë, por fatkeqësisht më një lloj. Dhe edhe Tirana, nëse kthehemi prapë ke qyteti, tek Tirana e mbas viteve 2000 edhe ajo e sotmja, sigurisht e ka reflektuar pikërisht këtë që sapo thonim. Ka reflektuar sepse është një Tiranë ku është ndërtuar dhe ku është rritur betoni, grija, mungesa e hapësirës, të merret fryma, nuk ke më hapësirat përbashkëta, nuk ke më trotuaret janë të vogla, mezi kalon, nuk ka më vende ku të lozin fëmijët, është ndërtuar, është mbytur, është super urbanizuar, çdo gjë, edhe duket sikur njerëzit janë projektuar për të qenë një gri që mbarojnë vetëm ato nevojat e tyre bazike, pra han, pin, flen, riprodhohen edhe janë në formën më bazike të tyre, e konsumojnë edhe të dielën shkojnë për qendra tregtare, blejnë, mbushen, vetë mbushen duke konsumuar sa më shumë,
jemi të gjithë në këtë presion, të gjithë ne, nuk po flas, do të thonë sigurisht, dhe kemi zhdukur komplet atë kuptimin e jetës, për çfarë jetojmë, për çfarë jemi këtu, domethënë jemi për të bërë këto gojët e mëdha që vetëm konsumojnë edhe që e kanë siguruar ekzistencën e tyre, kanë siguruar një lloj qetësie, një lloj sigurie, pra kanë një banesë, han, pin, mund të për ata që munden, po flas për një lloj mesatare. Edhe ky është sistemi që ne kemi krijuar dhe këtu nuk shoh atë vetëpërmbushjen, atë rrugtimin e njeriut, atë dhënien e kuptimit të jetës që ka të bëjë me gjëra të tjera, që nuk ka të bëjë me këto nevoje që sapo përmenda. Edhe fatkeqësisht ky qytet edhe kur e sheh jashtë, po edhe energjia që ndjen ke njerëzit është kjo lloj energjie, pra kjo energji që ka të bëjë me kërkimin e sigurimit të çdo gjëje dhe gjetjes së qetësisë, që kur e mendoj them, po pse sigurinë dhe qetësinë do ta kemi në përjetësi, pse duhet ta kërkojmë që tani kur jemi në këtë jetë, që është kërkesë legjitime e natë. Unë mendoj që qeverisja idealisht duhet të jetë një cross-cutting, një proces i gjithëpërfshirës ku emocionalja dhe domethënë e brendshmja nuk mund të lihet jashtë. Dhe me këtë duhet të them që një qeverisje e mirë është ajo qeverisje që i ndihmon njerëzit të lehtësojnë rikthimin tek vetja. Do them një fjali që do ta transformoj komplet rrjedhën e muhabetit, po unë besoj që nuk ka arsye pse ekzistojmë përveç se lojës së vetvetes për të kthyer te vetja. Tash. Jo, vërtet. Ishte shumë e bukur, po. Nuk ka arsye pse jemi, përveç se të ripërjetojmë edhe një herë jetën, është si më thën life playing itself. Po. Kështu që prej kësaj premise, edhe menaxhimi, edhe qeverisja bëhet më thjesht sepse nuk kërkon jeta imponim konkret ditor në mënyrën se si rrjedh. Kërkon thjesht menaxhim të rrethanave që ndodhin. Në this took another twist, po realisht ne, domethënë njerëzit në çfarëdo lloj, nuk po them për Shqipërinë, çfarë ne po diskutojmë këtu janë praktika shumë, absolutisht, edhe shumë të elaboruara të qeverisjes edhe demokracisë, domethënë që cila është demokracia ideale. Në esencë, secili nga ne është i pajisur me aftësinë për të jetuar jetën në mënyrën më të përshtatshme për veten e tij. Kontrata sociale duhet të bëj këtë, mendoj unë, të thjerësoj aksesin e secilit në atë që e bën të ndihet më mirë, që ja jep atë egzaltimin, emocionimin e madh. Por unë nuk mund të mohoj ty që jemi të gjithë pjesë e këtij kurthit ku unë kërkoj të kem një lloj sigurie financiare që të kem mundësi të përjetoj jetën time dhe nuk mund ta fajsoj veten për këtë ose s'mund të fajsojmë njëri tjetrin për këtë. Absolutisht jo, nuk ishte aty. Ajo që unë doja të thoja se unë jam e para që e kërkoj dhe kam vazhduar të investoj gjithkohës në jetën time për ta pasur atë siguri, ajo që mua më tremb është kur kjo bëhet qëllim në vetvete. Kjo më tremb. Edhe kur promovohet, Dhe kur promovohet dhe kur bëhet thelbi i një sistemi. Ajo më tremb, ajo më frikson, ajo më fut në kafaz. Fut në trip. Në kurth, ishte e thënë, është shumë bukur. Nuk e thash aty sepse është, shiko, kur unë flisja për vitet 90 edhe po thosha që njerëzit ishin ashtu, edhe ne ishim ashtu, aq autentik se ishim edhe të varfër, okay? Okay. Dhe është cinike të thuash që
unë jam kundra progresit, unë jam kundra të qenit të zhvillimit, edhe të pasurit mirëqenie. Unë nuk jam kundra mirëqenies, unë nuk them hajde kthehemi mbrapsht dhe të bëhemi të varfër sa ashtu ishim më të bukur. Okay. Kjo është cinike, kjo është egzotike. Edhe ju realiste. Jo realiste, sepse unë jam vetë e kam bërë këtë rrugtim. Ajo që unë dua, pyetja që unë bëj është në këtë rrugtimin e progresit dhe në këtë ardhjen e në këtë që ka ndodhur në Shqipëri, çfarë kemi humbur ne nga pasuria jon, nga shpirti jon në kërkimin e kësaj lloji jete të re, e kësaj lloji jete të bazuar në progres dhe në zhvillimin e egër që nuk merr parasysh atë që po humbim ndërkohë. Pra, unë nuk jam që të kthehemi mbrapa edhe të bëhemi përsëri të varfër, se kjo nuk ka kuptim, po unë jam të ecim drejt zhvillimit, po dhe të kuptojmë që çfarë po humbim dhe të kujdesemi që mos ta humbim atë pjesë që ne shohim që po e humbim. Dhe në këtë kuptim vetë kapitalizmi domethënë si sistem është i përqendruar tek përfitimi, tek akumulimi i përfitimit dhe ka arsye në vetvete sigurimin e jetës dhe konsumizmin, dhe mbledhjen e të ardhurave të mirëqenies dhe të kapitalit, dhe në këtë formë kemi një zhveshje të njerëzit nga shumë vlera të tjera. Edhe nga shumë gjëra të tjera që kanë të bëjnë me thelbin e njerëzit. Edhe kthehemi aty tek ajo që tham përpara, që është zhdukja e jetës komunitare, për shembull në Tiranë. Ne në Tiranë në vitet 90 jetonim përjashta, jetonim këmbëzbathur, jetonim me njerëzit, ishim në kontakt me njëri tjetrin, ishte ndjesia e komunitetit shumë e fortë, edhe kjo që më mungon. Po, edhe tani jetojmë të gjithë dhe do vazhdojmë ta bëjmë akoma më keq nëse vazhdojmë në këtë lloj forme. E shohim se si marrëdhëniet njerëzore janë larguar, janë zhdukur, ai komuniteti, ajo lagja, avash po humb, edhe mua për këtë, domethënë më vjen keq që më mungon Tirana e vjetër. Apo të vrapuarit drejt të reformave të vetvete të bërjes së jetës që pikërisht kanë për qëllim që të gjehet një lloj mbyllje, një lloj sigurie, një lloj qetësie. Kjo më frikson, jo se nuk e duam, të gjithë e duam dhe të gjithë e kërkojmë, por më frikson sepse kur bëhet qëllim në vetvete, kjo humb atë që është kuptimi i jetës, që është të eksplorosh, të njohësh vetveten, siç ti e the, po nëse ti e siguron vetveten e izolon në një kasafort, nuk e përball dot, edhe nuk e gjen dot, atë dimensionin e lirisë apo të kreativitetit, sepse e ke mbytur. Prandaj e kam gjithmonë tek hapja, tek të vazhduarit të mbetur të hapur. Kjo është shumë e rëndësishme që të kalojë këtë lëvizje ajri. Okej. Qëndrojmë edhe pak këtu, nëse ti do. Po, si të ka ndryshuar, të pëlqen shumë këtu. Më pëlqen shumë. Po e marr si kompliment, thank you. Si të ka ndryshuar shtëpia jote e brendshme prej këtyre ndryshimeve? Nëse të ka ndryshuar. Po. Se it changes. Po. Okej, do të tregoj historinë e ëndrës. Okej. Më trego. Atëherë, ishte një periudhë në 2018 kur unë shifja shumë shpesh në ëndër sikur gjendesha mbi një gradacel, në vende të ndryshme. Në një ndërtesë shumë të lartë ose me rast edhe një gradacel, tamam gradacel. Edhe po shifja shumë shpesh këtë ëndër në situata nga më të ndryshmet. Edhe ishte edhe një periudhë që isha shumë e fiksuar me ëndrat. Domethënë kur shifja një ëndër thosha, "Ua, ç'a do të thotë kjo ëndër? Ç'a kuptimi ka? Mundohesh atje gja kuptimin." Shkoja te Fallxhoria, shkoja te Filxhani Kafshës. Shkoj në Google. Unë shkoj në Google kur kam ndonjë kështu, kur ndjej kam nevojë për ndonjë kështu këshillim. Me shaka se nuk shkoja te Fallxhoria. Shkoj, po në Google po. Jo, në Google po. Ç'a do të thonë kjo? Po.
Edhe jo, vërtet isha shumë e fascinuar me ëndrat, sepse mendoj që pandërgjeshmja që shprehet nëpërmjet ëndrave është edhe ajo një mesazh, ëh? Kështu që kjo për te fallxhorllikut. Çfarë të thanë ty Gradaçela? Dhe atëherë ç'a ndodhi, duke qenë që po i shifja shumë shpesh, tash okay, këtu ka një model, ka një gjë që duan të më thonë këto ëndra dhe në kërkova interpretimin e ëndrave simbas Jungut, u informova mbi të. Sepse pikërisht Jungu më pëlqen shumë në gjithë mënyrën se si ka interpretuar botën e ëndrave, dhe ai në fakt jep disa, domethënë jep disa baza për interpretimin e ëndrave, se pastaj çdo interpretim është shumë personal, domethënë që mund ta bëj vetëm individi vet sipas asaj që ka përjetimin e tij. Por ai jep disa orientime, disa parime bazë dhe ai thoshte që niveli 0, niveli i detit, pra kur imagjinojmë botën, deti është e pandërgjeshmja jonë, pra është pjesa jonë më emocionale, më instinktive, më primitive, që lidhet me emocionet. Pastaj është toka, pra ku ne vendosim këmbët, është ajo bota jonë që përsëri lidhet me jetën edhe lidhet me pjesën më emocionale, dhe në momentin që ne largohemi nga toka, pra që hypim nëpër ndërtesa të larta, ose edhe në avion, domethënë kur po largohemi nga këmbët në tokë dhe nga ky niveli 0 që është pjesa instinktuale, dhe kur hypim në ndërtesa të larta, jemi duke shkuar drejt egos. Pra jemi duke orientuar, duke ikur nga thelbi jon njerëzor dhe duke u spostuar drejt asaj egos, dhe egocentrizmit njerëzor. Edhe kjo ishte shumë e bukur, shumë interesante, sepse unë shifja këto ëndra dhe në një farë mënyre, tani, ky është interpretimi im, po më duke sikur edhe parandjeja këtë lloj tendence që do merrte edhe Tirana në fakt, sepse ne Tiranën sot e kemi, janë duke u ndërtuar shumë kulla të mëdhaja njëkohësisht, edhe nëse ajo që është jashtë pasqyron atë që ne jemi brenda, tregon edhe tendencën tonë si shoqëri drejt drejt kujt po shkojmë, çfarë po projektojmë jashtë në lidhje me atë që po ndërtojmë brenda, dhe siç e përmendëm të përpara, jemi në një sistem që projekton egon njerëzore, projekton akumulimin e kapitalit, dhe në këtë formë jemi duke ndërtuar këtë qytet mbi që në fakt është simbolikisht është egoja e njeriut, dhe jemi për të lidhur prapë me atë që tham për natyrën, Për shembull, unë isha para ca kohësh te sheshi Skënderbejtit, ca stola që janë aty, ngjitur për shumë afër me Pallatin e Kulturës, ula aty dhe po shikoja drejt rrugës Durrësit. Jam ulur disa herë aty dhe doja të riulesha prapë që të shikoja pamjen. Dhe gjithmonë aty kur shef drejt rrugës së Durrësit, duket perëndimi i diellit, duket shumë bukur. Edhe aty unë edhe imagjinoj me mendjen time që po shkon drejt Durrësit, pra drejt detit. Edhe ula dhe me dëshirën për ta parë dhe përballë po ndërtohej një kull. Dhe ma kishte prishur marrëdhënien time me qytetin. Dhe do shkoj edhe më larg duke thënë këtë gjë. Të shohësh një perëndim dielli ose të shohësh yjet, të shohësh hënën, të shohësh këto fenomene natyrore, nuk është diçka romantike, se nuk dua ta romanticizoj. Është një nevojë njerëzore. Ashtu si stomaku ka nevojë për bukë për të ushqyer, ashtu shpirti ka nevojë për të parë yjet, për të parë diellin, hënën, perëndimin e diellit, për të parë çdo gjë që na rrethon në universin ton, dhe për ta kuptuar që jemi pjesë e këtij universi. Dhe kjo na jep atë edhe ushqimin shpirtëror që ne kemi. Po nëse ne qytetin e transformojmë në një shëmtir dhe nuk shohim dot më as yje, as perëndim, as gjë dhe na mungon hapësira, na mungon ajri, atëherë ne jemi duke e vrarë avash edhe shpirtin tonë, jemi duke u bërë tamam si ata mint që futen nëpër ato kutijat edhe
jetojnë vetëm për të ekzistuar. Edhe kjo më tremb një çik. Kjo më jep melankoli, më jep më tremb se është shtëpia jote. E brendshme dhe jashtë. E jashtme, eksakt. Rea, unë nuk mund të mos ta përmend në këtë podcast edhe një dimension tëndin publik, por kreativ. Domethënë ti prej disa kohësh je edhe kontribuese revizës online peizazhe të fjalës. Për të gjithë ata që jetojnë në Tiranë ose kryesisht tek zona 21-shit ose janë tironsa të vjetër, si më thënë, e di një personazh që i përkiste Tiranës ndoshta më shumë se kushdo tjetër, që ishte Ver Llapa i 21-shit. Veri ndroi jetë fatkeqësisht përpara 2 muajsh, edhe pavarësisht statuseve në Facebook, unë pash një shkrim tek peizazhe që quhej Ver Llapa 21-shit. Dhe unë nuk e dija kush e kishte shkruar, por në fakt kur e pash dhe dallova stilin tënd të pangatrueshëm të shkruarit, e kuptoj që ti e kishe shkruar. Ai për mua ishte një homazh për më të brishtët e qytetit, po edhe të fëmijërisë tënde. Në ti ndërkohë shkruan për Verin në mënyrë kaq të dashur edhe kaq të dhimbësur. Ndjeshmëri që është e rrallë një komunitet që njerëzit që janë ndryshe nga ne nuk i pranon ose i disavantazhon ose i fyen ose i tall. Edhe kam printuar këtu një paragraf shumë interesant që ti ke shkruar ndërkohë, ku thua: gjuha e shqyre e Verit të shkund, sepse nuk i njeh ligjet e pushtetit që do të glaboroj e të dominoj gjithë çfarë ka vërdall. Një pushtet që të përthith, të transformon dhe të rivjell pa e kuptuar ç'po ndodh me ty. Gjuha e Verit shpërfill deri në përqeshje çdo logjik mirëbërëse e false të këtij qyteti, çdo logjik dominuese e të pushtetit. Gjuha e Verit është një territor simbolik ku zhbëhet dy fytyrësia. A është Veri ajo pika jote e hyrjes midis një bote false të krijuar dhe botës së vërtetë të njerëzit? Si e ke parë ti këtë personazh? Po, është ajo që po thoni më parë që pushteti, po kur them pushteti nuk e kam fjalën tek kjo qeverisja apo një qeverisje tjetër. Kur flas për pushtetin, po flas në kuptimin më rrënjësor edhe thelbësor të gjës. Edhe pushteti e formson një qytet, e formson mënyrën se si ne jetojmë, mënyrën se si krijojmë marrëdhëniet. Edhe prandaj dhe kam shkruar aty e glabëron në qytetin. Ndërkohë Veri edhe verat të tjerë që janë si ai, janë një lloj rezistence, sepse janë radikalisht ndryshe nga çdo lloj rregulli logjike që e ka vendosur ajo mënyrë të qenit që është e përgjithshmja. Ata janë në një territor komplet tjetër. Edhe ky lloj territori që të cilin ata banojnë, është një territor që ti kur do ti përqasesh, ti duhet të jesh i çarmatosur për futesh aty. Edhe fakti që ti i heq gjithë armët e tua të bën ty më të brishtë dhe prandaj është shumë e bukur të mëson diçka që nuk ta mëson asnjë lloj gjëje tjetër. Prandaj edhe unë e kisha shprehur në atë mënyrë. Në fakt është pak melankolike fakti që për të qenë radikalisht të ndryshëm në këtë qytet duhet të jesh i marr. Edhe kjo është kështu. Nuk është vetëm Veri, ka dhe disa personazhe të tjera në fakt që gjithmonë kam bërë përshtypje dhe dua ti përmend. Ka pas qenë tek rruga Myslim Shyri, është një shtëpi që është komplet e bardhë e lyer me gëlqere. Aty ka qenë një zonjë e cila gjithkohës fshinte dhe pastronte në mënyrë maniakale atë hapësirën aty. Edhe sa herë që kaloja aty, më tronditesha, në të njëjtën mënyrë siç tronditesha kur shihja Verin, sepse mundoja të imagjinoja çfarë ka në mendjen e saj. Edhe ajo ishte komplet ai territori ndryshe, tjetër. Edhe më bënte gjithmonë shumë përshtypje dhe tani kur kaloj aty, si duket ajo shtëpia nuk është shitur akoma, nuk është
komodifikuar akoma, nuk është sheshuar dhe të bëhet, nuk është rullosur eksakt si gjithë të tjerat. Edhe sa herë që kaloj aty kam një kështu si ndjej diçka ndryshe të asaj zonjës, ose ka qenë një tjetër personazh që fatkeqësisht ai ndroi jetë para disa vitesh, që unë kur shkoja në punë e hasja shpesh se bënim njëjtën në rrugë. Ai ishte një djalë që nuk e di, ishte ndacak sepse shifja shumë nëpër rrugë, ndonjëherë fliste me vetë, ndonjëherë jo, po që vishej në mënyrë jashtëzakonisht të bukur. Edhe duke që rrobat ishin përdorura, pra nuk e kishte bler. Ishte një djalë jo shumë i gjatë, zeshkan, nuk e di nëse e mban mend, por shumë njerëz në Tiranë biles mbaj mend që edhe dikush edhe shkruajti për të, dhe ai vishej në mënyrë spektakolare, domethënë unë gjithmonë e shifja dhe thosha, ua, shi sa bukur është veshur, shi sa ndryshe nga gjithë të tjerët, domethënë shi çfarë ngjyrash, çfarë formash, ishte shumë e bukur, edhe ai t'i jepte një dimension tjetër. Edhe prandaj doja siç ti e përmendë, doja t'i bëja homazh Verit edhe të gjithë atyre njerëzve që këtij qyteti i japin një formë qëndrese. Së fundmi ka me që po flasim për qëndresën, ka ndruar jetë edhe Ariani i Lirisë, pronari i Lirisë, edhe ai ishte, edhe pati shumë njerëz që u prekën jashtëzakonisht për të, sepse edhe ai në fakt kishte mbajtur Ilirin të paprekur, edhe me gjithë ofertat e jashtëzakonshme që kishte për ta shitur, ai vazhdonte të rinte aty dhe kokfort në mënyrën e tij të qenit që ishte e veta, që kishte zgjedhur ai. Pra, nuk edhe kjo është prap një mesazh shumë i fortë për të gjithë ne që jetojmë, për gjithë ne që duam ta gjejmë atë autenticitetin, atë veten tonë të vërtetë dhe duam ta vendosim në botë. Këta janë shembuj shumë se sa shumë forma të tjera, dhe prandaj përmend edhe aty ironikisht këtë inteligentët ose inteligjencën, që në fakt në fund ditës me vërtet nuk na jep asnjë gjë, sepse është një inteligjencë që orientohet drejt glabërimit të gjërave, drejt pushtetit, drejt egos, dhe ndërkohë që këta njerëz na mësojnë diçka shumë radikalisht ndryshe dhe radikalisht shumë të lirë. Prandaj edhe e shkruajta atë artikullin për Verin edhe e kam bërë me gjithë shpirt, domethënë. Ja, për ta përfunduar podcastin tonë, çfarë ka ngelur për të thënë mbas këtij diskutimi për aktivistët në Shqipëri, për të rinjt në Shqipëri, për të jetuar në Shqipëri? Çfarë ka ngel pa thënë që ne nuk e kemi thënë dhe që do donim ta thonim? Okej, mesazhi është që në fakt ne si popull, si njerëz kemi vuajtur vërtet shumë. Edhe kemi kaluar shumë shpejt nga i ruli parë te ruli dytë. Okay. Edhe kjo nuk është fare e lehtë, në fakt. Edhe duhet edhe t'ja njohim të vetes. Edhe mendoj që ne jemi të gjithë bijtë e një historie, sepse nuk mund të jetë ndryshe. Vim nga ajo histori, po në qoftë se ne përballim historinë tonë, historinë që e kemi marrë edhe nuk varen nga ne, por nëse ne e përballim, duke shkuar edhe përballa asaj dhimbjes madhe që kjo sjell me vete, vetëm atëherë mund të arrijmë të gjejmë atë hapësirën tonë, cila do qoftë ajo, autentike, të vetvetes tonë, të dëshirave tona. Edhe vetëm në atë formë mund të jemi njerëz të lirë, edhe avash edhe këtë shoqërinë që po ndërtojmë të krijojmë gjithmonë më shumë këto hapësirat e lira, kreative. Do e me bëj një shaka, po thash leje. Do e me të pyet apo i rekomandon njerëzit me shku në terapi? Okay. Terapi, shiko, ka forma, çdo njeri ka mënyrën e vet, nuk ka asnjë mënyrë të qenë është terapeutike. Çdo, po rëndësi ka që njerëzit
të përballen me të shkuarën për mos qenë më peng të historisë së tyre, po për ta rishkruar vetë jetën e tyre dhe historinë të tyre personale dhe në këtë formë edhe historinë tonë kolektive. Kështu që kjo është. Faleminderit shumë, sepse ndërkohë që flet më kujtohet një nga të paktat gjëra që unë i di për të vërtetë është që kur dikush e shkruan historinë e vet, do të thotë që është i rritur, është matur. Edhe një shoqëri mature mund të rivendos për veten e saj. Krahas rritjes tonë personale, edhe një shoqëri rritet në ndërgjegje sociale në çdo gjë tjetër. Rastis që unë e ti breza kanë bërë të mundur të jemi këtu edhe të shqyejmë një tritare të vogël ku njeriu mund të shikojë veten e pasqyrë. Po përveç se jemi unë dhe ti dy individ, jemi gjithsesi dy individ të një komuniteti, i mirë e i keq, nëse përjetojmë këtë lloj entuziazmi të madh për jetën, dashuri, për atë që bëjmë në jetë, komunitetin që jemi pjesë, do të thotë që diçka të mirë e kemi, edhe nuk i heq asnjë presje asaj që ke thënë, nevojës për rrugtim, nevojës për reflektim. Lëra të falenderoj shumë nga zemra, nuk mendova që do ishte incizimi jonë i dytë do ishte kaq emocional. Të falenderoj shumë për të vërtetën, për autenticitetin, për kontributin që ti jep në shoqëri, për lumturinë e madhe që mua më shkakton ideja se në një komunitet aktivistësh ka njerëz si puna jote, për faktin që nuk i lë njerëzit vetëm, që njerëzit nuk ndihen vetëm, edhe për gëzimin e madh që unë kam në këtë shoqëri njerëz të ngjashëm, edhe ndihem e barabartë. Kështu që dua të të falenderoj shumë nga zemra për këtë. Okej, shumë faleminderit ty, sepse përtej atyre gjërave që njerëzit që ne shohim nëpër televizoret mainstream edhe me të cilat bombardohemi çdo ditë, edhe që në fakt janë përsëri pjesë atij rulit sheshues. Kjo që ti po bën ky podcast, ky projekt të pasqyron ty për atë që ti je dhe njëkohësisht krijon atë hapësirën e lirë edhe në të cilën sigurisht konvergojnë pjesa individuale, personale, njerëzore me pjesën sociale, politike edhe komunitare, pra më të madhe. Edhe në fakt edhe unë që erdha sot tek ty u ndjeva kështu që filluam të flisnim për gjërat më të përgjithshme dhe përfunduam pastaj tek ana njerëzore personale edhe u kënaqa jashtëzakonisht shumë sepse ishte tamam një flow, rrithte energjia, mendimi, ndjesia, edhe kjo në fundit kjo ka rëndësi më shumë se gjithçka tjetër. Edhe faleminderit që ke krijuar këtë hapësirë. Të falenderoj shumë, edhe më premtoj që herës tjetër vjen prapë e flasim për temë tjetër. Patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit ty. Ndërkohë për të gjithë ata që dëgjojnë podcastin tonë në Apple Podcasts dhe në YouTube, ju falenderoj shumë që na ndiqni, edhe ne shihemi podcastin tjetër. Deri atëherë, take care. Mua.